Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ba'd. Po filloj me ligjëratën e 29 të shpjegimit të veprës Merakel Fellah Sharh Nurul Idah të Imam Shrumbulalit, me lutjet e Allahu Xhaleshanuhu që na jep mundësi dhe të kuptojmë, të na mobilizon me dituri të mira dhe të praktikojmë në jetën tonë të përditshme. Ligjëratën e kalume kemi ngel të çështjet ose gjërat e papëlqyera, respektivisht mekruhet e namazit, dhe kemi ardhur deri te wa yukrahu tarwihuhu ay jalbu ar-rawhi bi fath ar-ra nasimu ar-rih bi thawbihi aw mirwahatin bi kasra mim wa fath al-waw marratun aw marratayn. Pra, prej mekruheve të namazit është ajrosja ose freskimi i trupit duke qenë në namaz me robin që e ke vesh, me një pjesë të robit, ose me dorë në këtë formë. Pra, po kur është bëhet fjalë temperaturat ngriturat të nxehta, ose me ndonjë mjet tjetër që mund ta përdor. Këtu na bën me dije autori se kjo është mekruh të veprohet, pra të vlladitet, qoftë me rrobe, qoftë me ndonjë sen tjetër, mjet tjetër, nëse bëhet një herë ose dy herë, një vlladitje ose dy. Li'annahu yunafi al-khushu wa in kana 'amalan qalilan, sepse kjo e dekoncentron, kundërshton, pra shkakton dekoncentrim të namazit, edhe pse është veprim i vogël, një herë ose dy herë. E kundërta e kësaj jep me e kuptu se nëse vlladitja bëhet më shumë se dy herë, tri herë e më shumë, atëherë çfarë ndodh? Bëhet prishja e namazit për shkak të veprimit të shumtë që bëhet. Wa yukrahu tarku wad'u al-yadayni ala ar-rukbatayni fi ar-ruku' wa tarku wad'ihima ala al-fakhdhayni fihima bayna as-sajdatayni wa hal at-tashahhud. Mekruh është mos venduarja e duarve në gjunjë kur jemi në ruku. Mos me i vendu duart në gjunjë, sepse vendimi i duarve është sunnet, kemi shpjeguar këtë sunnetet më herët. Mos vendimi i duarve në gjunjë, sepse ka edhe të tillë që i vendojnë manalt, ose ka të tillë që i lshojnë gjithë. Pra, një veprim i tillë është veprim i papëlqyer, është mekruh. Gjithashtu është mekruh mos venduarja e duarve mbi gjunjë në momentin kur jemi në mes dy sejdëve. Sejdës parë, kthehemi prej sejdës parë, duart vendohen mbi gjunjë, ose gjatë qëndrimit fi halet të shehud, gjatë qëndrimit në etehijat. Gjithashtu është mekruh mos vendimi i dorës së djathtë mbi të majtën në namaz, kur jemi në kam, pra këtë bëhet fjalë. Pra janë 4 çështjet që i përmend ki për përsaktimin e durve. Mos vendimi i duarve në ruku kur shkon te gjunjët, mos kapja e gjunjëve, mos vendimi i duarve në etehijat dhe mes dy sejdëve, dhe mos vendimi i dorës së djathtë mbi të majtën në këmbë kur qëndrojmë gjatë namazit është mekruh. Wa yukrah at-tatha'ub li'annahu min at-takasul wal-imtila'. Mekruh është gogëzimi, sepse gogëzimi gjithmonë kur gugson, sepse gugësimi gjithmonë paraqet një formë të lodhjes, plagështisë, një formë të dembelizmit, është një formë që, edhe pse gugësimi në këtë rast, ose hapja e gojës, pra është mekruh në namaz. Edhe pse kjo, thot autori, nuk është
nuk është vepër që njeriu e bën me dashjen e tij, sepse ajo vjen vetvetiu, por fukahat në këtë rast thonë, është e preferuar që të ruhet nga ushqimet të cilët shkaktojnë goksim. Mbushja e lukthit tepërt është gjë normale se çon pastaj në goksimin. Prandaj Imam Shrumbulali thot falyakdhim mastata'a, le ta ngulfat goksimin, pra le ta pengoj sa të ketë mundësi, madje thot nëse ka mundësi edhe me kapjen me mbylljen e gojës, respektivisht me kapjen e buzës përmes dhëmbëve të epërt, në këtë formë. Vetëm mos ta hap gojën. Nëse edhe këtë nuk ka mundësi që ta ndal, atëherë hapja e gojës, thot duhet ta vendon dorën e djathtë, ta vendon shpinën e dorës së djathtë në gojë kur i hapet goja, au kemmihi ose mangën e tij, në këtë formë ose dorën, por kjo formë e vendimit të dorës në momentet e goksimit është e preferuar edhe jashtë namazit, jo vetëm namaz. Në namaz, duke qenë nëse goksimi paraqitet në pozicionin kur je në kam, e vendon dorën e djathtë. Nëse goksimi paraqitet në pozicione tjera, në tejat, ku e diun, jashtë qëndrimit në kam, nuk e vendon dorën e djathtë, por e vendon dorën e majtë. Dallimi pse është? Sepse kur jemi lidhur në namaz, për me vendu dorën e majtë duhet me hek djathtën, me ngrit majtën, me lshut majtën, me nu përse. Kjo është lëvizje e tepruar, kështu që për këtë arsye, në namaz, në këmbë kur qëndron, goksimin e vendon dorën, shpinën e dorës së majtë në gojë që të mos jep aroma ose mos pengon njerëzit të tjerë. Kur je në ruku ose në sejdë ose në tejat duke qëndruar dhe e ka goksimin, atëherë nuk e vendon dorën e djathtë, por e vendon dorën e majtë. Au kemihi fil qiyam, pra kje e përcakton, kur është vetëm në qiyam, në këmbë. Wa yasarihi fi ghayrihi, pra dorën e majtë e vendon në rastet të tjera, jashtë asaj pozicionit kur ai është i lidhur në namaz. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet Allahu i madhruar e don teshtimën, kur tesh, dhe e urren goksimin. Inna Allaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tatha'ub. Fa idha tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Thot Allahu xhalla shanuhu e don teshtimën, e urren goksimin, e nëse gokzon ndonjë nga ju, le ta ndaloj sa të mundet, pra le ta ngulfat sa të mundet. Mirë po, wala yaqulu ha ha, innama dhalikum min ash-shaytan wa yadhaku minhu, sepse kjo është nga shejtani i cili qesh me te. Pra goksimi kur vjen, kur hapet goja, hapja e gojës, këtë moment e nën dorën e djathtë nëse jem ka, momente tjera e vendon dorën e majtë. Por ajo që kjo është mekruh, ky veprim, pra goksimi në përgjithësi është mekruh, por nëse është patjetër dhe nuk mund ta ndalish përmes mbylljes gojës, atëherë e vendon dorën. Mirë po, nëse gjatë goksimit, që është veprim shumë prezent në xhamatet tona, lëshon tingull, lëshon zaj, keni pa jo, namazi i tij prishet, sepse ky shkakton zaj, shkakton tinguj, nxjerrja e tingujve, nxjerrja e shkronjave nga namazi, brenda namaz, për pjesë, me fjalë që nuk janë pjesë e namazit, e bën prishjen e namazit. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, fala yaqulu ha ha, kur hap gojën, çon gjatë ke sikur më kon. Pse thot kështu? Sepse shejtani yadhaku minhu, me ta qesh shejtani. Ve fi rivajetin, në transmetimin tjetër thot, falyumsik yadahu ala famihi,
le ta mban pra dorën e tij në gojën e tij, fa inna shaytana yadkhulu fihi, sepse nëse nuk e mbyll gojën, thot shejtani depërton në mbretësinë e tij. Tani këtu dietarët ka dy mendime, se inna shaytana yadkhulu fihi, pra në gojën e tij, se shejtani depërton në gojën e tij ose në mbretësinë e tij, a është hakikaten, a është në kuptimin e vërtet të fjalës, apo është me gjazën në aspekt alegorik, i ndanë në dy mendime. Mirë, po shumica dërmuese e ulemave thonë se kjo është ala hakikatin, është në kuptimin e saj të vërtet, duke u bazuar në hadithin e pejgamberit ku thotë inna shejtana yajri, shejtani te njerëzit hes me gjra e dem, qarkullon sipas këto përmes veneve të gjakut. Wa yukrah tagmidu ajnehi illa li maslahatin. Gjatë namazit është mekruhi tenzihen, mbyllja e syve në namaz. Ka njerëz plot që i mbyllin syt. Illa li maslahatin, vetëm nëse ka ndonjë interes. Interesi këtu e kanë interpretuar dietarët, kanë thënë ka njeri që koncentrimin e arrin në namaz më shumë nëse i mbyll syt. Dhe këtu ka maslaha, këtu ka interes, do thotë në këtë rast nuk është mekruh. Ose këto zbukurimet, shkrimet që janë në përvende, në për xhamia, ku e di unë, që ka shkrime dhe njeriu falet atij, dhe kur i mban syt çeli shef ato shkrimet dhe me automatizëm e angazhon mendjen me kuptimin e atyne shkrimeve, ose xhamia nuk ka figura në kuptimin e figurave njerëzore, po ka shkrime të ndryshme, zagrafe që ka i thonë këto, me këtë çështje, nëse ato e pengojnë, dika e pengojnë se kyçet në ato, si e ka bo bukur, sa bukur e pas ka bo, si e pa shkruket, vetvetiu i angazhohet logjika. Këtu ka interes, maslaha, që ai t'i mbyll sin dhe në këtë rast nuk është mekruh. Mirë, po mbyllja e syve thjesht është yukrah tanzihen. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam idha qama ahadukum fi salati fala yaghmidu aynayhi. Thot pejgamberi alaihi salatu wassalam, nëse ndonjëri prej juve ka hyrë në namaz, mos t'i mbyll sytë e tij. Li'annahu yafutu an-nadhar li mahalli al-mandub. Logjika e kësaj. Li'annahu yafutu an-nadhar, ai e humb shikimin kur jemi në kam. Shikimin ku duhet me mbajt? Duhet me mbajt të vendi ku e bëjmë dispozita e mbajtjes së shikimit të vendi i sejdës është mendub. Kur e lëshon dispozitën e mendubit, është mekruhi tanzihen. Këtë shpjegon ki thot, li ennehu yafut an-nadhar li mahalli al-mandub, e humb shikimin në vendin ku është mendub, për atë arsye është mekruhi tanzihen. Wa li kulli udhvin tarafun hadhun fil ibad min al ibadati. Pastaj thot çdo gjymtyrë të trupit e ka hisën e vet në ibadet dhe ti nuk e të drejtë që ndalosh syve që edhe ato të fitojnë të drejtën e vet në ibadet. Wa bi ru'yatin ma yafutu al khushu wa yufarriqu al hati rubbama yakunu tagmid awla min an nadhar. E tash në disa momente, raste kur shef diçka ose që dekoncentrojnë ato, ndoshta mbyllja e syve në namaz është më e preferuar se sa çelja e tyre kur ka sende ose elemente që mund ta dekoncentrojnë. Wa yukrahu raf'uhuma lis-sama, mekruhi tahriman. Është mekruh ngritja e syve drejt qiellit. Mbajtja e syve drejt qiellit. Li qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama' la yantahunna aw la tuhtafanna absarahum. Çka mendoni, thot pejgamberi alayhis salam, për një popull, pra një xhamat, një njeri
i cili ngrit sytë e tij drejt qiellit. Le të ndalojnë ose të rrëmbehen, le të ndalojnë pra, ose le të ndalin sytë, ose do të rrëmbehen sytë e tyre. Pra kjo është një formë e kërcënimit. Tash, kur e thamë në mekruhi tahrimim, pse e thamë mekruhi tahrimim? Dietarët pse kanë thënë realitet jo une? Pse kanë thënë mekruhi tahrimim? Sepse ka argument që e ndalon. Argumenti çka bën këtu? Bën kërcënim, thot, ose ndali shiqimin ose do të rrëmbehet shiqimi. Kjo është kërcënim. Argumenti kur ka kërcënim për mos veprim e kundërta është mekruhi tahrimen. Për mendubin e kundërta ishte mekruhi tanzihen. Pra kjo është ajo logjika se si interpreton Imam Shrumbulali këto çështjet e mekruheve. التمطي مكروه يكره التمطي لأنه من التكاسل. تمطي nuk e di dhe një termin shqip është kur jenë namaz edhe i shtrëngon kështu trupin e lakon, don me i kërsit ato kocit, ban lëvizje kot e kot me kërsit qafën, me i kërsit sendet, që kjo është at-tamatti, lëvizjet e panevojshme në namaz. Pra këto janë dekoncentrim dhe është mekruh. Që thot kënë fusnot, wa huwa tamaddud, yani shtrirje, ose kur shtrihet njeri në këtë formë. Fa an Abi Hurairata, thot hadithi, neha an yatamatta ar-rajulu fi salati, thot pejgamberi alayhis salam ka ndaluar që njerëzit të shtrihen, të themi, në atë formë duke qenë në namaz. Wal amalu al-qalil, veprimi i pakt ose i vogël, munafili salat wa afraduhu kathira. Veprimet e vogla, çdo veprim i vogël në namaz që nuk është pjesë e namazit, është mekruh. Kanet fi sha'rihi wa minhu ar-ramyatu an al-qaws marratan fi salati al-khawfi dhe kal-mashyi fi salatihi. Veprimet e vogla, çdo veprim i vogël që nuk e prish namazin, është mekruh. Ato që janë të mëdhaja, e prishin namazin. Thot këto janë shumë veprime, ka të ndryshme. Ka disa njerëz që i krejnë flokët, luajnë me flokët e tyre. Tjetri e krejnë mekrën, tjetri e ndresh palltën kot e kot. Këto janë këtë veprime të vogla që janë të panevojshme, krejt këto janë mekruh. Wa minhu, thot, prej këtyre veprimeve është ar-ramyatu anil qawsi marratan fi salati al-khawf. Ka një lloj namazi i cili quhet namazi i frikës. Namazi i frikës falet në luftë, kur janë ushtria në luftë. Në namazin e luftës, se e kemi ma vonë na vjen ki, po mos e ka pru për ta kuptuar meselën. Në namazin e luftës nuk lidhen krejt ushtria. Lidhet një pjesë e ushtrisë, pjesa tjetër është në roje. Ky që është në saf, nëse ka vërejtan mikun, dhe e ka gjujt një shigjet, ki nuk e prish namazin, sepse kjo është lëvizje e vogël, nuk është lëvizje e madhe. Fi salatil khawfi, në këtë namaz, kelmeshji fi salati, edhe ecja në namaz, pra, fi salatihi, në salatul khawf është jala, se grupa e parë i falën 2 rekat, tërhiqen, vjen grupa e dytë, pastaj falën 2 rekat, kthehet grupa e dytë, vjen grupa e parë përsëri. Kjo kur të mrinte namazi i frikës, atje e shpjegojmë. Pra këto lëvizje çka bëhen, ecjet këto nuk janë veprimet që e prishin namazin. Wa minhu akhdhu kumlatin wa qatluha min ghayri udhrin, fa in kanat tashghuluhu bil 'addi كالنملة أو برغوث لا يكره الأخذ. Thot, nëse jenë në namaz dhe e kap një morr ose një plesht dhe e mbyt, është mekruh nëse bëhet lëvizje të prume dhe ose lëvizje jo të prume, lëvizje e pakt, mirë po nuk të sjell dëm ajo, nuk të pengon diçka. Për shembull, jetë duke u falë, edhe të ka ndalë themi me ckoja kështu, edhe ti
që ka që mbyt atë. Kjo është lëvizje e vogël. Mirë po, nëse është marrë, ose është plesht, ose është ndonjë insekt tjetër që është ndalë këto dhe ajo të kafshan, ajo të pengon, të dekoncentron prej namazit, atëherë nuk është me kruh me mbyt atë. Por çfarë duhet bëhet? Duhet juhterazu an demiha, duhet me pas shumë kujdes prej gjakut të asaj që e mbyt, sepse ajo pastaj të prish namazin. Li kauli l'imam e Shafii, sepse Imam Shafia thot edhe lëkura e saj, edhe gjaku i saj është e ndyt. Prandaj, çfarë thot Shërumbulali? Thot ihtirazen për të mbrojt prej polemikave, prej kundërthanjeve, për të bashku mendimin edhe të Imam Shafiut, pra dietarëve Shafi edhe dietarëve Hanefi, thot është më mirë që mos me reagu nëse ajo nuk dëmton. Pra nëse nuk kafshon, ose nuk ka ndonjë diçka që të dekoncentron prej namazit për të ruajtur unitetin e saj. Dhe çështja e dytë është atë që e mbyt, pastaj nuk guxon ta hedhish në xhami, se një veprim i tillë është i ndaluar. E tani mbytja e saj, konservimi, po e them, në thojza, me hek një fasolet, me mbështjellë lotane, se mos me xhuj në xhami, këto janë këtë veprime që pengojnë namazin. Për atë arsye thot in kene bila udhrin, nëse është pa arsye, është më mirë të mos intervenohet në ato raste. O tagtiyetu unfihi wa famihi lima rawayna, mbulimi i hundës dhe i gojës, e kemi përmend ligjëratën e caktuar, thot si ma rëvejna për shkak të asaj që e kemi transmetu më herët, pra mbulimi me ndonjë send është mekruh. Wa yukrahu wad'u shay'in la yadhubu fi famihi wa huwa yamna'u al-qira'ata al-masnuna aw yashghalu balahu ka dhahabin. Është mekruh që të futet në gojë diçka e cila nuk ka shije. Nuk ka shije. Keni pa njerëz gjithë ditën kokrën e qibritit e ban gojë. Këtë. S'ka kurfër shijaj, cop druni është, ose atë kranën e dhëmbë, ose këta lugën e kafeve, këto të plastike, sepse është shumë dëmshme. Autori këtu e bjen, thot ka dhehebe, një cop të altanit, ose dinar, ose pare, ose diçka, që laje nuk ka shije, nuk ka ushqim, se po tjetë ushqim, që ka shije e prish namazin. Me vëndu diçka në gojë, që kjo është mekruhi të nëzihen në parim. Nëse ky sendi që e ke në gojë e pengon leximin e Kur'anit që është sunnet, është mekruhi të nëzihen. Nëse e pengon zbatimin e vajxhibit, është mekruhi tahrimen. Nëse pengon ose e devijon leximin e Kur'anit për shkak se nuk mundet me shqiptu shkronjët e prish namazin, ka fut diçka në gojë, edhe jas në shkronjën Kur'anit se në shqipton si duhet. Pra, nëse është pak sen, se kjo është traditë e njerëzit, sigurisht ka qenë edhe në atë kohë, me që autori ka përmend, nuk është e sotit, po ajo është interesant se edhe këtë e kanë përfshin. Fut diçka në gojë dhe falet. Te ne ka plot njerëz që me sakëza falen namaz. Kjo, për mendimin tim, falja me sakëz në namaz e prish namazin. E prish namazin, sepse namazi ka një dosë të sheqerit. Dhe për sakëzit. Ajo ka një dosë të sheqerit. Dhe ai e ndin një ëmbëlsi, pak apo shumë është çështje tjetër, e ndin një shije. Dhe çdo send që në namaz futet nga jashtë, e prish namazin, e kemi thonë, nëse njeriu ka marrë abdes dhe lidh namaz, nuk e ka fshi abdesin. Pastaj prej mustaqeve, kanë merret ujë i abdesit.
e ka tërheq ujin e abdesit dhe e ka futën në namaz, pra e ka futë mbrenda, e prish namazin e tij sepse e ka shtijen nga jashtë. Edhe kjo çështje e sakëzit është pak problematike, unë kam pa plot njerëz që edhe hanë sakëz dhe falet që që s'ka shije islame. Por sipas bindjes time dhe kësaj që e thonë rregullat e fikut, ai e prish namazin. ويكره السجود على كور عمامته من غير ضرورة حر وبرد أو خشونة أرض. Ksulet, kapuçat kur i ndojmë ne. Ka njerëz që i bëjnë kapuçat deri këto, deri te vetullat. Ka plot në xhamatet tona. Bërja e sejdës me kapuç në skejën e kapuçës, se nuk është në mesin e kapuçit, bërja e sejdës në mesin e duke qenë balli i mbulum me kapuç është mekruh, nuk është për veprim i pëlqyer. Nëse nuk ka arsye, s'ka arsye për këtë, se as nuk është për shkak të ftoftit, as për shkak të nxehtit, se hajde toka shumë e nxehtë dhe penon ata se ballin s'm penon ose diçka tjetër. Por nëse s'ka arsye, por thjesht pse e ka huj princip me e bardh kapuçin themi ne deri te vetullat, ai në namaz e ka për obligim ta ngren kapuçin për mos me e ba një mekruh të tillë. Wal kawru thot, se el kawru është rrethi i kapuçit, s'ka i kapuçit. Dawru min edvarja, për shtash ke spjegon çka është kawri, çka është rrethi, bi fath al kaf idha kana ala jubhatin, li'annahu hailun la yamnu as-sujud. Thot nuk themi se e prish namazin, sepse është rob. Është petk, është rob. Dhe robi në parim është i fortë, e ndjen forësinë e ballit. Mirë po, është mekruh, nëse është mbi ball. E nëse është mbi kokë, dhe e ban sejdën mbi kësul, mbi kapuç, por nuk prek ballin në tokë, thë yufsidu as-salat, namazi i tij është i pse kështu? Sepse e ka kapuçin alt, kur e bën sejdën e bën me çkëtë pjesë. Është mekruh në veti se ai e bën ballin mbi kapuç. Po çështja tjetër problemi është se ai nuk e ka vendu ballin fare në sejdë. Kjo është ajo çka e prish. Wa yukrahu as-sujudu ala suratin dhi ruhin li'annahu yushabbihu ibadataha. Urrehet bërja e sejdës në ndonjë fotografi e cila ka shpirt, pra njerëz, shpez, kafsh, po mbi atë. Është mekruh që të bahet sepse thot li'anna yushabbihu ibadataha, i përngjet sikur ti po e adhuron atë. Dhe këtu pastaj dietarët kanë folë edhe detaje se në ato vendet ku falet, ku ka edhe, më duket se mos vjen më poshtë, nuk e di si jam i sigurt, nëse nuk vjen kthehemi sërish. Po me sa e di unë duhet me fotografita. Po. Wa yukrah al-iqtisaru ala al-jabhati fi as-sujud bila udhrin bil anfi li tarki. Mekruh është që sejdja të bëhet vetëm me ball, pa e vendu edhe forcën e hundës. Kjo është mekruhi tahrimen, sepse kemi thënë se vendimi i ballit në tokë është farz. Vendimi i hundës është vajib. Lëshimi i vajibit me qëllim është mekruhi tahrimen, detyron përsëritje të namazit. Me harres ka sujud sew. Pra li tarkil wajib, për shkak të braktisjes së vajibit, dhammul anfi tahrimen, pra është mekruhi tahrimen. Wa tukrahu salatu fi at-tariq li shaghlihi haqqi al-ammati wa man'ihim min al-murur. Është mekruh falja e namazit në rrugë ku kalojnë njerëzit. Rrugës është e përgjithshme, rruga e krejt njerëzve, s'është pronë kërkujt, është e krejt njerëzve,
falja e namazit në rrugë është mekruh pikrisht për shkak se i pengon komunikacionin dhe i pengon njerëzit që të lëvizin aty. Wa man'ihim min al-murur. Kur jemi këtu, duhet ta them ta shfrytëzoj këtë moment. Përderisa pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndalu faljen e namazit që është fars, që është ibadet, që është obligim, e ka ndalu të falet në rrugë për shkak se pengon lëvizjen e njerëzve. Çfarë është çështja e tregtarëve dhe doqanxhive që e shesin mallin në rrugë dhe i komunikojnë, faktikisht e ndërpresin, e bllokojnë tërësisht komunikacionin. Dhe askushi nuk çon kokën për këtë. Pra, përderisa e ka ndalu Allahu xhalleshanu namazin aty me fal, se i pengon njerëzit. Jo ti me qit mallin, me zon trotuarin dhe përthej trotuarit, me shkruan në për libra, shkruan të librat e Ibn Kemalit, Fethul Qadir, shkruan të Mebsuti, se këto nuk janë dukuri të reja. Dhe pastaj, pas e ka zon trotuarin, plus ka qit një karrik ose një gurit që mos ndalët dikush aty. Nëse thonë dietarët, nëse dikush rrëzohet dhe dëmtohet në atë guri, në atë penges, në atë mall që e ka qit në rrugë, ju dhamin, ka për obligim kompenzimin e shpenzimeve të atij që është vrarë, ka thikomën apo ku e diune gjithçka. Pra një veprim i tillë nuk është mekruh, ma është haram. Dhe këtë kemi obligim si o xhallar me u thonë njerëzve, jo individualisht ndoshta, por në mënyrë të përgjithshme, dhe ato që janë musliman, ato le ta dinë spaku çka janë të bë. Sepse u zonë rrugët krejt dhe trotuarët janë zonë, njerëzit ecin bashkë me makinët në rrugën kryesore dhe bllokohet komunikacioni. Kur Allahu xhaleshanu e ka ndalu namazin për shkak të mos bllokimit, atëherë çfarë falmi për këtë? Wa fil hammami wa fil makhraji ay kanif, po ashtu urrehet falja e namazit në për hamamet, këto sigurisht është fjalën ato hamamet, këto banjot publike që janë. Edhe pse disa prej dietarëve thonë se në këto hamamet ku pastrohen njerëzit, është mekruh të falet namazi, po këto banjot publike kanë edhe dhomat të zhveshjes, atë ku i ndrojnë teshat, në ato dhomat të zhveshjes, pra nuk është mekruh të falet namazi. Wa fil maqbarati wa amthaluha. Po ashtu urrehet falja e namazit në varreza. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في 7 مواطن. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndalu që të falet namazi në 5 vende. Po 7 falni. Fi 7 mewatin. Në 7 vende. Fil mezbele, deponiet, bërllokët ku rrin. Fil mezjara, ku prehen kafshët në kasaphane. Fil maqbara, në varreza. Wa qariyatu tariq, pra rrugëve. Fil hammam, në banjo. Wa ma'atin al-ibil, në ato rrethet ku rrin, argaqet ku rrin devët. Wa fawqa dhahri bejti Allahi gjalla gjalaluhu. Edhe mbi qabe. Mbi qabe është fjala mbi kulmin e qabës. Pra ishin këto 7 vendet që ka ndalu pejgamberi alayhi salatu wassalam që të falet namazin, në mesin e tyre është pra edhe në varreza. Nëse në varreza ka vend përcaktuar që është i pastruar ose ka xhami, se plot kemi xhamia në për varreza. Vendi ku është xhamia është i pastruar dhe nuk ka varreza, po administrativisht është çajo parcel krejt,
la yukra salatu fi, në atë vend nuk është mekruh që të falet, sepse nuk është vend i caktuar për varrime, por është vend enkas i caktuar për namaz. Wa tukrahu fi ardhil ghayri bila ridahu, urrehet falja e namazit në tokën e tjetrit pa lejen dhe pëlqimin e atij. Idha ibtala bis salati fi al-ardh al-ghayri wa laysat mazru'a أو طريق إن كانت لمسلم صلى فيها وإن كانت لكافر صلى في الطريق. Ndalohet namazi, pra është mekruh tahrimen, mekruhi tahrimen, falja e namazit në tokën e dikujt tjetër pa lejen e pronarit të tij. Përfundon citati. Thot, nëse sprovohet njeri, s'ka ku të falet, ose duhet të falet në arën e tjetrit, në pronën e dikujt tjetër, ose të falet në rrugë. Cila ka përparësi në këtë rast? Ku duhet? Mekruh është kjo, mekruh kjo. Namazi po kalon, po ku duhet falet? Thot, nëse toka e tjetrit është gajru mëzruar, nuk ka bereqet shka e dëmton bereqetin ati, e dëmton specin, patligjanin, ku e di une, atëherë edhe është tokë e muslimanit, është pronë e muslimanit, përparësia është që të falesh pa lejen e tij, po të falesh në arën e atij që është musliman. Nëse nuk është e muslimanit, atëherë përparësia është që të falesh në rrugë e jo në arën e tjetrit. وأداؤها قريبا من النجاسة لأن ما قرب من شيء حكمه وقد أمرنا بالتجنب النجاسات ومكانها. Është mekruh që të falesh afër ndyrësirës, pislliqeve, vendeve të pisafta, është mekruh që të falesh sepse thot kur të afrohesh nga një sendi e merr dispozitën e saj. Wa mudafi'an لأحد الأخبثين البول والغائط والريح ولو حدث فيها لقوله لا يحل قولي صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. Kur është nën presion të jashtëqitjes, qoftë nevojës së madhe apo nevojës së vogël, është lidh namaz, s'ka pas gjë. Momentin kur është lidh namaz, fillon presioni t'i ban për jashtëqitje, qoftë nevoja e vogël ose nevoja e madhe. Në këtë rast, nëse premton koha, pra ka kohë namazi, atëherë e ndërpret namazin, lirohesh prej saj, merr abdes dhe e fal namazin bisukun, e fal me qetësi, e fal me koncentrim. Nëse nuk ka kohë, pra nëse ti e ndërpret namazin dhe humb koha e namazit, atëherë ti e vazhdon me atë presion, por është mekruh. Është mekruh. Pra nëse ka thot presion të jashtëqitjes, është mirë që mos e fal namazin me urrejtje, sepse çka bën njeriu, shtrëngohet, bën lëvizje të padëshirueshme të tepruara në namaz që janë mekruh. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffaf. Nuk lejohet për dikat që beson në Allahun dhe në ditën e gjykimit që të falet wa huwa hakinun, që tjetë nën presion. Neve kemi në literaturën e fikut ka dy terme, ka hakin edhe ka hakib. Hakin është personi kur është, pra të është gjuhë arabe, hakin është personi kur është nën presionin e nevojës së madhe. Hakib
është kur është nën presionin e nevojës së vogël. Po ne këtu përmbledh me një fjalë kur ka presion për jashtëqitje, derisa të lirohet në mënyrë që të falë namazin me qetësi, sepse kjo kërkohet prej besimtarit islam. ومع نجاسة غير مانعة تقدم بيانه سواء كانت بثوبه أو بدنه أو مكانه وخروجا من الخلاف. النجاسة është papastërtia, ndyrësira. Ndyrësira të dietarët e mëdhëbit Hanefi ndahet në dy lloje, ndyrësira e rëndë dhe ndyrësira e lehtë. Tash nuk kemi kohë me hinj atyre. Ndyrësira e rëndë nëse bie në trup, ose në rob, në tesha, ose në vendin ku falësh, ose diku tjetër, nëse madhësia e ndyrësirës është me madhësinë e 1 dirhemi, madhësinë e 1 dirhemi, prishet namazin, nuk guxon ta falësh namazin me atë ndyrësi pa e pastru. Autori po thotë, është mekruh të falish namazin me atë ndyrësirë të vogël e cila nuk të prish namazin. Pra, me vogël se 1 dirhem. Prandaj dietarët thonë, nëse është ruba dirhem, 1/4 dirhemit, është mekruhi më i lehtë. Nëse është gjysmë e dirhemit, është pak më i rëndë mekruhi. Nëse është 3/4, është mekruhi edhe më i rëndë. E nëse kompletohet, atëherë prishet namazi. Illa idha khafa fawt al-waqti aw fawt al-jama'ati. Me përjashtim, pra ndyrësira është më pak se sa e prish namazin. Po me atë ndyrësirë ka rënë robe, se ke pati kur je lidh, mu fal, ose ke harru. Thot, me përjashtim, nuk është me krot falësh me te, me përjashtim nëse frigohesh se do të humb koha e namazit, tërsa dalish ti, ta pastrosh, ose ta hjekish atë rob, kjo është me e leta, e ke në palt. Dhe në palt të e hjek, se papastërtia nuk e prish abdesin. Papastërtia e prish namazin, ama jo abdesin. E hek paltën ke rob tjetër. Po, këtë bëhet janë nëse s'ke rob tjetër, duhet dalish, pa të pastrojsh, pa këtë të janë, derisa ti bëjsh këtë punë, namazi shkoj. Nëse nuk frigohesh se do të humb koha e namazit, ose që do të humb vlera e xhamatit, ti mund shkojsh të pastrojsh ata, po kur kthehesh ka humb vlera e xhamatit. Atëherë, fe hinaidhin yusalli bi tilka al-hal. Atëherë falet me çat që e ka, që ashtu nuk e ndërpret namazin, për çka? Për mos e humb kohën e namazit dhe për mos me humb vlerën e xhamatit. Nëse nuk frigohet se do t'i humb kohën e namazit, ose e din se përsëri ka një xhamat për mas, atëherë nuk guxon më falë më me te, duhet patjetër të ndërpres, sepse e din se ka edhe një xhamat tjetër ose një grup njerëz që falen mas ti. Pse kështu? لأن إخراج الصلاة عن وقتها حرام. Çive të thot. Pse nëse frikësh ti të kalon, sepse ikhraju salat, nxjerrja e namazit prej kohës së vet është veprim i ndaluar, është haram. Me nxjerr namazin jashtë kohës së vet është haram. Kjo çka po falemi ne me këtë ndyrësirë që është më pak se papastërtia e rëndë, është mekruh. Dhe kur është mekruhi dhe harami, cila duhet veprohet? Mekruhi pra. Ikhraju salati an waqtiha haram, wal jama'atu sunnatun mu'akkadatun aw wajibun. Xhamati është sunneti muakkede ose vajib, sepse ka ihtilaf mes dietarëve, do thonë sunneti muakkede, do thonë është vajib. Po edhe sunneti muakkede, edhe vajibi janë më të forta se sa mekruhit. Pra këtu veprohet e khafut darurain. Prej 2 këshijave më të vogla veprohet ajo çka është më e vogël.
Wa illa, wa in lem tekhif el foft, pra enna se nuk ka frikë se i po i kalon koha namazit, ka edhe një sahat me hi qindia, ose akshami, nudibe qat'uha, është mendu, pra është sunnet që ta ndërpret namazin. La yahillu wujubu qat'in lil ikmal. Ata këtu është një rregull tjetër ku thot pejgamberi alayhis salam, nuk lejohet, se do të na vjen tash nuk lejohet ndërprerja për ta kompletuar një send tjetër. E ke bën një mekruh, në namaz, dhe thash ta ndërpres namazin që ta fali pa mekruh. La yahillu wujubul qat'i lil ikmal. Të ndërpresh atë çka jetë të e bë për ta kompletuar një diçka. Pra pse nuk lejohet ndërprerja, po thot? Se nëse është mekruhi tahrimen, ne kemi thonë se është vajib me përsërit. Për çka me përsërit? Lil ikmal, për ta kompletu. Po këtë parën se në ndërpret. Këtë duhet ta çojsh deri në fund. Sepse la yahillu qat', wujubul qat'. Këtë duhet ta ndërpresësh, e nëse ti don për shkak një mekruhi tahrimen, lëshimit një vajibi, dhe jo të nëse don, po e ke vajib, që ta bëjsh atë punë, ajo është çështje tjetër. Dhe mendoj se kemi edhe disa prej mekruhave, po inshallah do të vazhdojmë me ligjëratën e ardhshme. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.